Koha për të kërkuar falje dhe autori të dënohet, mesazhet që u dhanë gjatë varrimit të Ilaria Sulës. Kortezhi mortor që shoqëron të arkivolin e Ilaria Sulës u nis nga shtëpia e saj në Terni drejt varrezave të qytetit rreth 1 kilometër larg, ku mbajt një ceremoni e shkurtër për lamtumir në fundit për të renë e vrarë në Rom. Në krye të kortezhit të gjatë, ku marrin pjesë qindra njerëz me syre edhe shumë të rinj, kanë qenë dhe familjarë të vajzës. Të pranishëm ishim edhe rektoria e Universitetit La Sapienza, ku studionte Ilaria, Antonella Polimeni, nënkryetari i Bashkisë Ternit Ricardo Corridore, prefektja Antonieta Orlando, kryetaria e Bashkisë së Pergja Vittoria Fernandi, të përlotur ata që e përcjellnin në banesën e fundit Ilaria mbani në duar trëndafila të bardhë. Pas arkivolit një vajzë mban një foto me cilën viktima e re shfaqet duke buzëqeshur. Tani është koha për të kërkuar falje dhe falje nga familja e Ilaria Sulës. Është e vetmja gjë që dua të them për momentin. Këtë e ka thënë avokati Fabrizio Gallo, mbrojtësi i Mark Samson, 23 vjeçarit Filipinas, që rrëfeu vrasjen e Ilaria Sulës teksa doli nga komisariati. Sot është varrimi i Ilarias, nënvizoi ai. Bashkohemi me dhimbjen e familjes, ne bëjmë detyrën, por nuk mund të mos themi që djali duhet paguaj dhe se çështja është e rëndë. Portat e godinës ku banon familja u mbushën me mesazhe dhe lule në kujtim të SRS. Ndërkohë hetimet për vrasjen e Ilarias vazhdojnë, me agjentët që po përpiqen të ndërtojnë dinamikën e saktë të ngjarjes me ish të dashurin e saj vrasës Mark Samson, që ka thënë në dëshminë e tij se vrasjen dhe fshehjen e trupit i ka kryer vetëm pa ndihmën e prindërve. Megjithatë, deklarata duket se nuk i ka bindur hetuesit, cilët kanë vendosur në hetim edhe nënën e Filipinasit. Prokuroria në Rom u ka ndaluar lëvizjen jashtë Italisë të dy prindërve të Samson për shkak të rreziku të aratisjes së tyre. Së shpejti, siç njoftojnë mediat italiane, nëna e Filipinasit do të dëshmojë dhe do të merret në pyetje. Kronologjia e ngjarjes sipas dëshmitarëve të deritanishëm nuk i bën hetuesit, të cilët dyshojnë se Nors Mazplan, nëna e 23 vjeçarit vrasës, ka bashkëpunuar në fshehjen e trupit të Ilarias. Disa pamje të cilat policia ka zbuluar së fundmi, ku Mark Samson duket për herë të dytë në vendin ku hodhi trupin e Ilarias, mund të rindërtojnë tërësisht dinamikën e ngjarjes sipas hetuesve.